Dinamo e Zagrebit ka qenë dhe mbetet një vitrim prestigjioze për çdo talent që synon të bëjë një hap më të madh në karrierë. Ylli i ri që po shndërrin në Zagreb është sulmuesi Kuqezi Arber Hoxha. Futbollisti shqiptar mbylli një fund viti 2025 me shifra dhe paraqitje fantastike, duke tërhequr në këtë mënyrë vëmendjen e klubeve të mëdha europiane. Nga Kroacia por edhe Turqia, mediat bëjnë me dije se për sulmuesin Kuqezi kanë shfaqur interesim dy gjigantët e futbollit turk, Galatasaray dhe Fenerbahçe. Dy ekipet nga Stambolli shohin te Hoxha për forcimin ideal për fazën sulmuese, një lojtar i aftë të bëjë diferencën në lojën 1-1. Sigurisht nuk është e lehtë që të rrëmbesh Dinamos së Zagrebit, lojtarin më të rëndësishëm në këtë pikë të sezonit, në një kohë kur ekipi është në garë me kohë të plot për titullin kampion. Kartoni i Arber Hoxhës sipas Transfermarkt vlerësohet me 2.5 milion euro, një shifër që dy ekipet nga Stambolli do ta paguanin me kënaqësi. Siç ka ndodhur gjithnjë në të kaluarën, Dinamo e Zagrebit ka vërtetuar se çdo lojtar e ka një çmim. Për këtë arsye mbetet për tu parë se çfarë vendimi do të marrë ekipi kroat deri në fund të merkatos dimërore, por edhe lojtari, pasi fjalën e fundit pritet ta ketë vetë Arber Hoxha.